nuk e lave pulën, nuk e lave orizin, pulën nuk e lava, se pula nuk lahet, orizin e lava. Heje njerëz të bukur, si po kaloni? Fillova me komentet që do marrte kjo video, edhe thash t'ua them unë para se të më thoni juve. Tani pasi e preva pulën, është pul fshati, e mbusha me ujë, pse e them që është pul fshati, se nuk i hedh fare vaj, se lëshon aq i ndyrës, as ka nevojë për vaj, shikoni sa shumë i ndyrë që lëshon. I hodha një qikrip edhe piperë, edhe pastaja do t'i hedh orizin, që të zihet. U thash që do bëj supë me oriz, nuk e di a u thash, po u them tani. I hedh një filxhan të vogël me oriz, se nuk e duam që të bëhet shumë e trashë supa. Edhe do ta bëjmë kësaj radhe me limon dhe me vezë, avgolemon do me thënë. Me që pula ishte e zirë goxha, e hoqa më njanë, edhe të lëngu i saja hodha orizin që të zjetë të na bëhet supa. Tani po përgatit vezën dhe limonin aty, do t'jetë edhe pak krip që të më prehet veza nga nxehtësia. Pasi është zirë supa, e heq më njanë, do marr avash lëngun, me saplak e themin edhe këtë, edhe garuzhde e thonë në vende të tjera, do t'i hedh lëngun e pulës avash sa të nxehtë e gjithë veza, edhe pastaj do ta hedh gjithë përzierjen brenda tek supa. Shikoni se sa e mirë që del, e mrekullueshme. Edhe kofshë pulës, edhe të na bëj mirë. Ciao ciao.